të gjithë ata të cilët të rrethojnë ose që ne i rrethojnë, do vijë një ditë dhe të ndahen me njëri tjetrin. Dije i nderuar im, se gjithse i cili prej nesh do të qëndrojë përpara Allahut subhanahu wa taala dhe do të japi llogari. Dhe profeti alayhi salatu wasalam na ka treguar dhe thotë: la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba'a. Nuk do të lëvizin këmbët e njeriu, nuk do të lëviz vendi në ditën e gjykimit pa u pyetur për 4 gjëra, dhe ka nisur duke i renditur. Ndërto ka nisur, domethënë, jetën e tij, ç'bëri me të. Kohën, si e shpenzoi, shëndetin që e kishte, gjitha këto mirësi, pasurinë që Allahu ja dha, ç'bëri me to. Do të pyesi nderuar im, ka adhurime të cilat i ka caktuar Zoti ditën, nuk bën ti kryejmë ato natën, dhe ka të tjera të cilat kohën e tyre e kanë në pjesët e natës, të cilat nuk e kanë në vlerën e tyre të kryhen ditën. Zoti subhanahu wa taala na është drejtuar për të na përcaktuar pikërisht këtë pjesë, duke thënë: o ju të cilët keni besuar, kujtojeni Allahun, përmendeni Allahun subhanahu wa taala shumë. Madhërojeni atë në mëngjes dhe në mbrëmje, që do të thotë që mëngjesi, dita, ka adhurimet e veta, ka veprat e veta, ka bindje ndaj Zotit të cilat veprohen në këtë kohë, dhe nata ka vepra të tjera. Ndaj mos e shkoj jetën tënde dëm. Të gjithë ata të cilët të rrethojnë ose që ne i rrethojnë, do vijë një ditë dhe të ndahen me njëri tjetrin, se ky është ligji i Allahut subhanahu wa taala. Do të vijë një ditë ku Zoti ka përshkruar në Kur'anin e tij famlar, ku thotë: në ditë njeriu do të largohet nga vllai i tij, nga nëna dhe babai i tij, nga bashkëshortja dhe fëmijët e tij. Gjithse i cili në ditë do të jetë i angazhuar vetëm me hallin e tij. Ndaj jeton këtë botë me brengën e atij halli të madh. Dhe ky hall i madh është nëse do të arrijmë faljen e Allahut subhanahu wa taala që shpresojmë mirë, apo do të marrim atë çfarë meritojmë me veprat tona, rujna Zot, ndëshkimin dhe zemërimin e Allahut.